Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Tani do të bëjmë një pyetje tek energjia e dashurisë. Do të kërkoj falje për gabimet që ka bërë dhe të ka lënduar. Pra, do të kërkoj falje ky person për gabimet që ka bërë. Ç'na thon Tarot? Ky person do të kërkoj falje. Ky është një person shumë i drejtë. Dhe ky person është i dashuruar me ju. Treshi i kupave më tregon që ky person do të kërkoj falje dhe ju do të festoni me këtë person, këtë fitore, këtë gëzim. Ju jeni e dyzuar, por i keni pashën dhe i flisni intuitës tuaj të brendshme, atij zërit të brendshëm që ke brenda vetes. Sepse ju keni pasur lëndime në kullën tuaj, keni pasur probleme. Por, ju gjithmonë brenda vetes tuaj keni dashurinë, keni atë energjinë fortë shpirtërore që nuk ndajeni dot nga njëri tjetri. Shumë shpejt ky person do të sjellë këtë lajm. Hëna e plot ju mbron nga njerëzit ziliqar që keni përreth. Ju shikoni me shumë zili. Lidhja ju shikohet me shumë zili. Mediton për të reflektuar me botën e tij të brendshme, sepse tek ty ai shikon një femër shumë të pastër. Mërzitet ndonjëherë për këtë largësi që keni, është shumë i trishtuar, por një lajm i papritur i befasishëm do të transformojë këtë energji të momentit dhe do të ndryshojë rrjedhën e jetës tuaj. Ju do ta falni, sepse ju ka lënduar, por do ta falni sepse ky është njeri shumë pozitiv. Dhe ky bën ç'është e mundur që gjërat të ekuilibrohen, dhe gjërat të vënë në ekuilibrin e duhur. Është njeri shumë i drejtë dhe ka besim tek vetja e tij për gjërat që ai do të bëjë. Është shumë i fokusuar tek pjesa e monedhave. Dhe kjo është një arsye që ka shkaktuar këto probleme në jetën tuaj. Me kë rezonon, kjo histori, me kë shënjë, me shigjetarin, me gaforen, me peshqit, me akrepin, me luanin, me bricjapin, me dashin, me peshoren dhe me ujorin. Kurse me gërmat mund të rezonoj me gërmën Q, gërmën K, P, me gërmën R, Z, me gërmën Y, M, gërmën J, F, R, V, V, E dhe gërmën I. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.